Gjithsesi, çfarë fiton Erdogan duke ofruar jo vetëm Stambollin, se është thjesht një lokacion fizik për të takuar palët, delegacionet. Çfarë fiton Erdogan duke u përfshirë? Sa faktorë dhe çfarë roli mundohet të marrë? Po, dhe nisa në fakt këto 24 orët e fundit kemi 4 zhvillime shumë të rëndësishme dhe shumë jetike si për diplomacinë turke, për të kthyer pyetjes tuaj se çfarë fiton, por ashtu edhe për rajonin. Në fakt ditën e sotme janë takuar në Azerbajxhan ushtria, do të thonë generalet turk me generalet Izraelit, po ashtu edhe sot tashmë pas dreke ku zoti Erdogan ka pritur për herë parë delegacionin e kryeterroristit Abdullah Öcalan, të cilët ata ndodhen si grup parlamentar në parlamentin turk, kanë pritur në sarajin e presidencës, dhe kjo ndodh për herë të parë që 20 e sa vite, po ashtu edhe nesër kemi dhe samitin e diplomacisë të Antalyas, ku pritin që të marrin pjesë mbi 150 shtete. Edhe të gjitha këto ne si mbledhim, normalisht që siç e themi ne shqiptarët, që nëse je shtëpi e madhe hyn e dalin shumë, por nëse edhe mund të jesh shtëpi e madhe, por nuk hyn e del kusht tek ti, domethënë nuk ke aq efektivitet në rajon. Kështu që ata frutat e diplomacisë besoj që Turqia do t'i marrin, domethënë qoftë në lindjen e mesme në Siri, por edhe në përpjekjet që po bën tashmë Europa për një forcim të një force sigurie apo të një ushtrie, po ashtu edhe në luftën në Ukrainë. Ashtu Turqia me këto po ecën me këmbë në tokë, domethënë normalisht me rregullat e diplomacisë, sepse tashmë me ardhjen e Trumpit, apo nëse ta qojmë kështu këto 2-3 vitet e fundit, diplomacia klasike dhe ka falimentuar, ose quhet se e falimentuar përsëri. Turqia po ndjek atë diplomacinë klasike ku besohet se paktën nëse e shohim këto deri më tani, ja ka arritur të marrë disa gjëra nga ajo që pret ashtu, por gjithsesi edhe kur bëhen këto lloj samitesh, këto lloj vizitash në Ankara, normalisht këto ka një plus shumë të madh qoftë për Ankaran, por edhe për diplomacinë turke tradicionalisht. Të pyese diçka, Sokol, se ne vazhdimisht kemi folur për marrëdhënien që Erdogan do të vendosë me Donald Trump, me rikthimin e këtij të fundit në Shtëpinë e Bardhë për një mandat të dytë. Meqense ka një ftesë për Vučićin, një ftesë për Donald Trumpin, për të marrë pjesë në ditën e fitores në Rusi në datë 9 maj. Nuk e di nëse ka patur një ftesë të tillë edhe për presidentin turk Erdogan? Apo në fakt presidenti turk është ndër më të parë që është ftuar me këto, edhe është ndër më parë biletat e telefonata që kanë bërë direkte zoti Erdogan me zotin Putin, ka qenë ftesa e hapur për presidentin Erdogan, por a do shkoj apo nuk do shkoj, normalisht do të presim, sepse prononcimet zyrtare të presidentit vet apo të presidencës nuk kemi, domethënë që do të marrë pjesë në atë, por besoj që me gjithë këtë traumë diplomatike botërore që po sjell Trumpi, sidomos me këtë punë tarifeve dhe që i zbuti domethënë dje, besoj që një ngrohtësi mes forcave kryesore, siç është Amerika dhe Rusia, por në këtë mes edhe Turqia, besoj që me shumë mundësi ndoshta pas një muaji do të shohim të gjithë së bashku në një tavolinë, por gjithsesi janë vetëm mendime ose kështu kemi dëshirë ne të shohim ata, por do të presim që të shohim realitetin, kush do marrë pjesë dhe kush do marrë pjesë. E qartë se asnjë konfirmim nuk ka ende për zotin Putin. Të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë, Sokol. Ishte kënaqësi, ju uroj një ditë të mbarë. Edhe juve.